Shkolla Shqipe Vatra në Tampa forcon gjuhën dhe identitetin kulturor. Shkolla Shqipe Vatra në Tampa zhvilloi takimin e radhës, një aktivitet me rëndësi të veçantë që mbledhi nxënës, prindër, stafin pedagogjik, një atmosferë të ngrohtë, bashkëpunuese dhe edukative. Takimi u përqendruar në aktivitetet të armishme të cilat synojnë ruajtjen dhe promovimin e gjuhës së kulturës shqipe të brezi i ri në diasporë. Pjesëmarrësit shprehen entuziazëm dhe vlerësim për këto takime periodike, duke theksuar se ato forcojnë lidhjet komunitare dhe ndihmojnë në ndërtimin e identitetit kulturor të fëmijëve që rriten jashtë atë. Këto aktivitete shihen si ura të rëndësishme lidhëse mes brezave dhe traditës shqiptare. Roli i stafit pedagogjik të Shkollës Shqipe Vatra u vlerësua si vendimtar në shndrimin e çdo takimi në një përvojë të vlefshme dhe të paharrueshme për nxënësit. Fal përgatitjes dhe përkushtimit të mësuesve, çdo seksion nuk është vetëm një mundësi për të mësuar gjuhën shqipe, por edhe për të zhvilluar aftësi sociale dhe emocionale, duke i bërë fëmijët të ndihen të vlerësuar dhe të motivuar. Një moment i veçantë ishte edhe festimi i ditëlindjes së nxënësit Joel Prifti, me urimet përzemërta nga bashkëmoshatarët, prindërit e mësuesit Joel u bë qendra e vëmendjes.